Në Spitalin Klinik të Tetovës u ndan 145 vendime pune për kuadrin shëndetësor që me vite ka punuar pa status të rregulluar. Të pranishëm në ceremoni ishin liderët e Vlenit, zëvendës kryeministri, si dhe vetë ministri i shëndetësisë, Sasho Klekovski. Ky i fundit tha se këto vendime ishin të domosdoshme për funksionimin e spitalit dhe stabilizimin e kuadrit. Ai theksoi se me këtë hap po zgjidhet përfundimisht statusi i punonjësve që me vite kanë punuar me kontrata në vepër në nivel vendi. Očekuje го закажуваме проекто за вработување на 1500 договорци кои беа ширум земјата. За 1 до 2 месеци ќе следи закажување на вториот проект за вработување на 600 специализанти. Значи, остануваат во оваа година да реализираме 300 вработувања за специализанти и 22 специализанти ќе бидат вработени во клиничката болница Тетово. Со тоа сметаме дека ќе направиме значајно засилување на човечкиот кадар во клиничката болница Тетово, неопходно за незината успешна работа. Nga ana tjetër, drejtori i Spitalit Klinik të Tetovës, Erzen Elezi, nënvizoi se përveç investimeve në aparatur, spitalit i nevojitet mbi të gjitha kuadër i kualifikuar. Ai rikujtoi se këta punonjës kanë punuar për më shumë se 1 dekadë me kontrata në vepër, ndërsa njoftoi se gjatë muajit shtator pritet hapja e konkurseve të reja për 25 administrator, 12 punonjës teknik dhe 22 specializant. Sot është një ditë historike për Spitalin Klinik të Tetovës, ashtu siç premtuar prej marrjes së mandatit për realizimin e këtij konkursi, edhe bashkë me timin tonë dhe arritëm qëllimin. Me 145 punësime të Spitalit Klinik të Tetovës, arrihet qëllimi dhe funksionimi komplet i Spitalit Klinik të Tetovës. Tani jemi në procedurën e sipërt, mendojmë deri në shtator hapet edhe konkursi për administrator, që është 25, 12 punonjës teknik në Spitalin Klinik të Tetovës. Mendoj se me këtë numër do i arrijmë edhe qëllimeve tona për të arritur në majat e asaj që mendojmë edhe ne që të bëjmë edhe klinikën universitare. Këta të punësuar kanë më shumë se 10 vite që punojnë me kontrata në vepër, ndërsa shpesh kanë dalë edhe në protesta për shkak të vonesave të pagave dhe mosvazhdimit të kontratave të tyre.